Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në edicionin e mesditës. Do të jemi së bashku për të parë zhvillimet kryesore të deri tanishme. Kryeministri Edi Rama ka nisur fushatën për zgjedhjet e 9 nëntorit në Tiranë. Kreu qeverisë thotë se Tirana nuk mund të presë dhe drejtimi i qytetit nuk mund të mbetet më pezull. Rama mbrojti dekretin e presidentit për zgjedhjet. Kandidatja e socialistëve për Tiranën, Ugerta Manasiriu, tregoi për herë të parë dhe rrugëtimin nga jeta private tek angazhimi në politikë. Tirana mbeti pa kryebashkiak, si pasojë një zhvillimi brutal të lidhur me drejtësinë. Por ama ndërkohë Tirana nuk mund të presë më. Dhe kush thot të kundërtën thjesht nuk e ka idenë se çfarë duhet që kjo lokomotivë e Shqipërisë të ecë me ritmin e duhur. Ata që diskutojnë legitimitetin e dekretit presidencial për zgjedhjet nuk kanë faj. Sepse nuk kanë as shkollën, as pavarësinë intelektuale dhe as dijen mbi kushtetutën të Ilir Rusmajdit, këshilltarit juridik të presidentit dhe ministrit të drejtësisë Partisë Demokratike, që vetëm për hir të integritetit të tij moral dhe profesional dha dorëheqjen dhe nuk pranoi të bëjë palë me korrupsionin që degradoi në pikën ku një tragjedi makabre tmerroi Shqipërinë dhe pataksi botën jo larg nga ku po ju flas, diku në një vend të quajtur Gërdec. Në të gjitha anketimet dhe në të gjitha rrugët e testimit të opinionit, ti ishe kryetare e bashkisë që shumica donte. Me diferencë nga çdo lloj emri tjetër që kemi testuar. Dhe kanë dhe dëshmitar. Përgjegjësia që mua më shngarkuar për të çuar përpara transformimin e Tiranës është një përgjegjësi që e mbaj mbi supe jo vetëm. E mbaj me ju, si ekipin e qeverisë, sepse është një gjë që të dish që je vetëm në një betejë, por është diçka tjetër të jesh në një ekip që transformon Shqipërinë, modernizon dhe çon Bashkimin Evropian. Pasi opozita sinjalizoi dhe mundësinë e një kandidatit pavarur për Tiranën, emri Ermal Hasimez u hodh si një alternativë, ai e mori seriozisht, falenderoi për mbështetjen dhe la të hapur kandidimin. Por 2 orë më pas, skena politike mori një kthes teatrale. Në vend të një kandidature reale, u shfaq aktori Florian Binaj, një kopje satirike e Edi Ramës, për të luftuar Edi Ramën e vërtet. Sali Berisha, ndoshta për herë të parë, arriti që t'i bëjë njerëzit të qeshnin me një Zelenski shqiptar të improvizuar, por jo me një alternativë serioze. Lavdia Ermal Hasimez zgjati vetëm 2 orë, ish shefi i tij e paralajmëroi. Do vlerësoj dhe çmoj shumë kandidaturat e pavarura. Do konsideroj me seriozitetin më të madh kandidat pavarur. Hasimja e besoi dhe deklaroi kandidimin. Ndihem padyshim i vlerësuar që emrimi është propozuar në listën e kandidatëve potencial të opozitës për Tiranën dhe falenderoj ata që e kanë propozuar apo mbështetur idenë. Kur të marrë një propozim zyrtar, do të mund të mendojmë dhe të marrë një vendim. Por pas 2 orësh u zbulua se ishte një show si portokalli dhe jo thjesht nga përmbajtja, por edhe nga forma. Kam vendosur të shpall kandidaturën time për kryetar të Bashkisë të Tiranës duke dhënë veten time për të përfaqësuar sa më denjësisht çdo qytetare dhe qytetar me apo pa parti, elektorati ngri, por pa i ndar njerëzit në krah, por si të barabartë sepse asnjë qytetar dhe aq më tepër kryeqyteti nuk mund të shërbejë vetëm palës politike që e drejton. Doktori nuk shkoi dot shumë larg në fantasinë e tij politike. Në Tiranë do e luftoi Ramon me kopjen e tij komike. Para 9 vitesh kur unë hyra në Portokalli, ishte takimi i parë me kryetarin e sotshëm Partisë Socialiste dhe më dha një mandarinë, e cila besoj se më solli shumë fat. Prandaj unë sot i japi portokall. Lajmi i keq lavdia e Hasimez zgjati më pak se karriera e tij dikur pranë Berishës. Lajmi i mirë se së paku këtë herë, Sali Berisha arriti më në fund të na bëjë të qesh me Zelenskinë e tij.
dy grupe kriminale në një dosje të re të SPAK, porosi vrasjesh me pagesë nga Avdyla dhe tjetërsim pronash nga Aleksandër Laho. Bisedat në Sky zbartin vrasjen e mikut të Mont Çekiçit në janar të vitit 2021. Sia Street Avdyli organizoi krimin si akmarrje për atentatin e dështuar ndaj nipit. Si u ekzekutua njëri nga atentatorët që kishte paguar. 2 urat e shijakut. Gjithçka sonte në Gjërat Tona, në orën 20, në ABC News. 58 vjeçari Sufi Jaçaj humbi jetën mbrëmjen e së shtunës pasi automjetit ju hodh në erë me tritol në Sarandë. Nga shpërthimi u shkaktuan dëme dhe në bizneset përreth. Dyshohet se atentati lidhet me akmarrjen për shkak të përfshirjes të birit në një ngjarje kriminale më 17 korrik, ku plagosën 2 të rinj pas një konflikti për pronat. Vetë viktima kishte precedent penal dhe në të kaluarën i kishte shpëtuar një atentati me armë në vitin 2011. Mbrëmjen e së shtunës, Saranda u trondit nga një atentat i mirë organizuar. Një mjet u hodh në erë me tritol, ndërsa brenda tij ndodhej 58 vjeçari Sufi Jaçaj, i cili nuk arriti të mbijetonte shpërthimit. Nga shpërthimi u shkaktuan dëme të shumta edhe në disa biznese në zonë, si dhe u dëmtua një automjet tjetër. Vrasja e 58 vjeçarit dyshohet të jetë për motivet e akmarrjes, pasi i biri i tij Klaus Jaçaj, 31 vjeç, është përfshirë në një ngjarje kriminale më 17 korrik në qytetin e Sarandës dhe aktualisht ndodhet në burg. Më 17 korrik në qytetin e Sarandës, 2 të rinj u plagosën me armëzjarri nga Ramadan Zoto Alias Canaj, 43 vjeç, pas një konflikti për një tokë në Bregdet. Zoto qelloi me armëzjarri 2 të rinj nga Kamza, Gëzim Hajdarajn dhe Ernest Lamën. Ishte Klaus Jaçaj, djali i viktimës, ai i cili e ndihmoi Zoton të largohej nga vendi i ngjarjes, bashkë me të vëllain Erion Canaj, 36 vjeç. Klaus Jaçaj u arrestua vetëm një javë pas ngjarjes, ndërsa vetë Ramadan Zoto ra në pranga më 22 gusht në qytetin e Korçës. Ndërkohë vetëm 3 muaj më parë, më 22 korrik, Klaus Jaçaj i hodhën në erë mjetin me tritol. Mjeti ishte i parkuar pranë një pallati, në të njëjtën zonë ku babai i tij humbi jetën mbrëmjen e së shtunës. Vetë 58 vjeçari është person me precedent penal, ndërsa kjo nuk është hera e parë që i bëhet atentat. Në 2011 ai shpëtoi një atentati me Kalashnikov në lagje numër 3 të Sarandës, ku u qellua disa herë drejt automjetit të tij, në të cilin ndodhej me Edion Ali Muskaj, i akuzuar për vrasje me dashje të mbetur në tentativë, ndërsa të dy arritën t'i shpëtojnë atentatit pa u lënduar. Prej vitesh vetë 58 vjeçari merrej me turizëm, duke transportuar me skaf pushues drejt plazheve dhe duke bërë guida turistike. Gjykata e Tiranës caktoi masën e sigurisë arrest në burg për njërin nga 16 vjeçarët e akuzuar për plagosjen e 2 bashkëmoshatarëve të tjerë pra gjimnazit Ibrahim Rugova në Kamës. Për të akuzuarin e dytë, gjykata caktoi masën arrest në burg me afat 1 mujor. I dyti është dhe vetë i lënduar në konfliktin ku përdorën dhe thika. Përmes avokatit ai ka pretenduar se nuk ka qenë pjesë e sherrit, por ka ndërhyrë për të ndarë shokët e tij. Ngjarja u regjistrua më datë 2 dhe dyshohet se sherri fillimisht nisi brenda oborrit të shkollës gjatë pushimit dhe më pas adoleshentët dolën jashtë murit rrethues, aty ku konfliktuan me thika dhe përpasoj 3 prej tyre mbetën plagosur, ndërsa 2 të tjerë përfunduan në pranga. Një 13 vjeçare në Korçë tentoi vetvrasjen duke u hedhur nga balkoni, por i ka shpëtuar mrekullisht vdekjes. Vajza është dërguar në spital me dëmtime të rënda. Nëna e saj thotë se bia dhunohej dhe bullizohej nga shoqet e lagjes. Një 13 vjeçare nga Korça është hedhur nga balkoni i katit të 3 të pallatit ku banonte pasditën e të shtunës. E mitura ka pësuar dëmtime të shumta në trup. Aktualisht po merr mjekim në spital dhe sipas mjekëve ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia po punon për të zbardhur ngjarjen, ndërkohë mamaja e 13 vjeçares jashtë kamerës thotë se ka 4 fëmijë të cilët i bullizohen. Ajo tregon se 2 ditë më parë bia 13 vjeçe është goditur nga një vajzë, e cila ka tentuar ta dhunojë dhe pak momente para ngjarjes. Elma thotë se ka ndërhyrë për t'i ndarë dhe goditjen e ka marrë ajo. Për ngjarjen, mamaja e 13 vjeçares tregon se është thirrur në polici. Sipas të ëmës, moshatarët në lagje për këtë fakt kanë filluar ta tallin të bijën. Pikërisht në momentin që ai është larguar nga banesa,
e bia është hedhur nga balkoni. Familja ka ardhur nga kolonja në Korçë dhe kryefamiljari ndodhet në burg për dhunë në familje. 3 vajza adoleshente kanë tentuar vetvrasjen për shkak të bullizmit dhe problemeve të shëndetit mendor vetëm përgjatë ditëve të fundit. Mjekët psikiatër thonë se stigma dhe frika nga etiketimi pengojnë fëmijët dhe prindrit të kërkojnë ndihmë. Çrregullimet e ankthit dhe depresioni janë zakonshme, por trajtimi në kohë mund të shpëtojë jetë. Ato bëjnë thirrje që prindrit, mësuesit dhe specialistët të bashkëpunojnë për të parandaluar pasojat fatale. Nëse fëmia yt po përballet me çrregullime të gjumit, probleme me oreksin apo ndryshime në sjellje, mos i neglizho. Është momenti kur duhet të drejtohesh te specialisti, pasi fëmia mund të jetë duke kaluar një fazë të vështirë. Kanë tipare të dukshme, jo vetëm profesionistët e shëndetit mendor mund të arrijnë të identifikojnë, janë mësuesët ata, janë prindrit, të cilët vënë në re që një fëmijë ka filluar të sillet ndryshe, ka filluar të ketë çrregullime të gjumit, mund të lënë vaktet e ushqimit. 2 javë 3 të mitura të moshës 13-16 vjeçe morën aktin ekstrem duke u vetëhedhur nga lartësia e pallatit në tentativë për t'i dhënë fund jetës. 16 vjeçaria në Sarand fatmirësisht mbijetoi nga plagët e shkaktuara, po ashtu edhe 13 vjeçaria në Korçë, ndërsa ndryshe rezultoi për bashkëfushataren e tyre në kryeqytet, e cila gjeti vdekjen me njëherë në vend të ngjarje për shkak të plagëve të marra. Ajo që i bën bashkë këtë ngjarje është bullizmi i vazhdueshëm nga bashkëmoshatarët në shkollë. Ky fenomen tek adoleshentët është kthyer në problem serioz, sipas specialistëve të shëndetit mendor. Duhet të themi për hir të vërtetës që në shkolla vazhdon të ketë bullizëm, do të përfshija edhe rrjetet sociale. Në shumë raste bëhen pre situatave për të bullizuar, sepse një fëmijë apo adoleshent në momente të caktuara mund të shprehë diçka që s'e ka menduar mirë në ato momente, dhe kjo mund të krijohet dhe mund të bëhet si një meme në grupin shoqëror. Çrregullimet e shëndetit mendor po kthehen në kërcënuese për jetën e të miturve në vend, dhe sipas mjekës psikiatre Valentina Asabella, kjo vjen kryesisht për shkak të refuzimit të kërkimit ndihmë tek specialisti, si pasojë e stigmës në shoqëri. Është stigma ajo që problematikat e shëndetit mendor i lë të patrajtuara. Në shumë raste janë fëmijët ata që nuk pranojnë të marrin mjekimin apo nuk e pranojnë sëmundjen, por kemi dhe raste të tjera ku janë prindrit që hezitojnë. Kjo bën që ata të fshejnë problematikat e shëndetit mendor, të shojnë pastaj deri në pasojat fatale. Por cilat janë problemet e shëndetit mendor më të hasura tek adoleshentët? Kryesisht çrregullimet e ankthit, çrregullimet e sjelljes, të cilat vinë dhe nga përdorimi apo abuzimi me substanca narkotike, ka edhe raste me depresion, të cilat sigurisht krahasuar me çrregullimet e ankthit apo ato të sjelljes janë më të pakta, deri tek diagnozat madhore që janë psikozat. Për një mirëqenie sa më të mirë tek fëmijët, mjekja psikiatre Asabella apelon për bashkëpunim sa më të ngushtë mes prindërve, mësuesve dhe çdo hallke tjetër në shoqëri. Unë do të bëja një thirrje që çdo gjë që në moment të duket si e frikshme apo se do të gjykohesh, është guxim për të kërkuar ndihmë për problemet e shëndetit mendor. Do të vendosja fokusin tek marrja e mjekimit në momentet që është e domosdoshme për problemet e shëndetit mendor. Një 51 vjeçar karon në prangat e policisë Mirditës ditën e sotme pas një vëzhgimi disa javor, policia ka zbuluar se kishte kultivuar një parcel me kanabis. Sipas një njoftimi zyrtar, Blut e Mirditës thonë se parcela u zbulua gjatë një kontrolli të kryer në fshatin Bisak. 51 vjeçari kishte kultivuar në parcel 22 rrënjë narkotike kanabis sativa. Teksa policia paralajmëron aksion dhe kontrolle në gjithë vendin, bimët narkotike u azgjësuan me anë të djegjes, përveç një pjese që u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Kenci dhe bashkëshortja e tij prodhojnë mjalt në Palas. Ata janë përkushtuar në prodhimin e mjaltit prej më shumë se 25 vitesh, duke i shëtitur kosheret e bletëve nga një vend në tjetrin për të siguruar ushqim për gjatë gjithë vitit. Mjalti Palasës po tërheq vëmendje për cilësinë dhe shijen e tij, duke u bërë një produkt i preferuar për vendasit dhe të huajt. Nga Levani kanë shkuar në Palas për të prodhuar mjalt. Genci e Binjaku me bashkëshorten kanë rreth 80 koshere bletësh, të cilat i shëtisin nga një lëndi në tjetrën, që në periudha të ndryshme të vitit të mos ju mungojë ushqime. Merren me prodhimin e mjaltit prej 25 vitesh. 10 banojnë në Levan,
Në Lemën i mbaj deri në maj. Pastaj kalojnë në quhet një vend atë Bunac quhet ajo, Bunaci thonë më shumë ata, është në anë të lumit Vjos. Atje është një bim konopisa e na jep një dorë. Na jep një dorë të mirë që na ndihmon që ne arrim në 25 korrik që i vjelim. Bëjmë atë vjelin që vjelim. I lehtësojmë bletët gjithmonë me katet që kanë lart. Ulim katet edhe vi këtu. Këtu që ndroj deri në 15 tetorit. Mjalti ka mundimin e tij, bleta ka mundimin e tij. Të do në kokë. Prej një koshere zakonisht siguron rreth 5 kg mjalt, ndërkohë tregon ku dallon një mjalt i mirë dhe vlerat e qumshtit të bletës. Qumshti i bletës është shumë i mirë, ka dhënë efekte në shumë njerëz, në shumë edhe që më kanë marrë njerëz të mi, sa mjalti që është mjalt edhe njëri se ka idenë e dallon. Po prova më e fuqishme është te një person për shembull që e merr edhe e mban në kohë të gjatë. Po e mbajtën në periudhën e dimrit ai fillon kristalizohet, bëhet ngrim, i themi. Kristalizohet, është bio? Është bio, shumë i mirë është, po ka dhe atë metodën tjetër që këtu s'mund ta ndaj dot një klient me një specialist. Na varet nga kokëza. Për shembull koqimarja ka kokëzën e madhe, por nuk mund ta shash dot. Se koqimarja është vetë bima gjenzjera shumë. Interesi nga blerësit nuk mungon. Ky çift italian thot se kudo nga kanë shkuar për të pushuar, kanë marrë me vete mjalt. Nuk mund të mungonte as prodhimi shqiptar. Abbiamo a casa tantissimo miele. Nuk qëndruam rastësisht pasi kishim dëgjuar për mjaltin shqiptar dhe pam këtu edhe kosheret me blet. Kemi shumë mjalt në shtëpinë tonë. Kudo ku kemi shkuar me pushime, kemi marrë dhe pa dyshim nuk mund të mos merrnim edhe në Shqipëri. Kam miq shqiptar dhe më kishin treguar vendet ku mund ta gjeja, ndaj edhe ndaluam në këtë vend. Ne kemi 2 ditë në Shqipëri dhe kemi përshkruar këtë aks rrugor, që me sa po shoh, është e re dhe shumë e bukur. Në përgjithësi më pëlqen këtu dhe kjo është hera e parë në vendin tuaj. Tashmë veç pushimeve dhe vizitave në disa vende, morë me vete edhe mjalt, një prodhim vendas dhe që në pamje të parë duket mjaft cilësor. Në rrugën nga Llogaraja në Palas, bletëritësit që tregtojnë mjalt janë të shumt. Vendaset e huaj ndalojnë për ta shijuar e për ta marrë me vete në mbyllje të pushimeve në jug të vendit. Ishte gjithçka e përgatitur për edicionin e mesditës, të tjera zhvillimet përditësuara minut pas minute nga vendi, rajoni dhe bota. Ju mund të ndiqni edhe në faqen tonë abcnews.al, njerësh dhe në valët e radios 105 FM. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.